Feja islame, feja e pejgamberëve Zotit, që nga Ademi a.s. dhe te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i ka dy kuptime shumë të mëdha. E para është e ndërtuar mbi argumente të qarta. Megjithse ateistët, edhe politeistët, edhe të gjithë llojet e jo besimtarëve janë munduar ta demantojnë teorinë monoteiste të islamit si fe për gjithë pejgamberëve, ata kanë dështu. Edhe sot ka orvatje të re për me folë kundër fesë, kundër islamit. Gazetar, opinionist, analist, do thot politikan, ekonomist, njerëzit thjesht folin kundër fesë, kundër islamit. Ama ata se ne zbrapsin islamin, se ne mposhtin islamin. Emisione dokumentare, emisione politike, emisione kulturore në për TV vazhdimisht mundohen me luftu islamin, me paraqit si dukuri negative islamin. Luft e përditshme sabat drek në akşam, sabat drek akşam vazhdimisht, po së ne mposhtin islamin. Se është fe e ndërtuar mbi argumente qarta. Nëse një shqiptar i kujtohet ati nga ignoranca dhe zhytja në epshet e tia me praktis islamin, pasi që ai se ka praktiku kur njëtën e vetë islamin, që kur i ka bo 15 vjet, e deri se i ka bo 50 vjet, apo 70 vjet, kur as është fal, as ka shku në xhami, as nuk din në rregullat e islamit, e thot unë po e loj islamin, ti realisht ti lon islamin, se ti kur se ka musliman. Nëse ai malok, fjala malok nuk është qëllimi i përbuzjes së njerëzve në bazë racore gjinore, po thjesht i thuhet malok njeri i pakvend, ignorant, analfabet. Nëse një malok shqiptar e lën islamin, me dhjetra dhe qindra dhe mia intelektual në botë e pranojnë islamin. Pse islami është fe që i drejtohet logjikës së shëndosh. Edhe ai që ka logjikë të shëndosh, edhe kërkon fakte dhe argumente, gjen sa dush në islam. Andë kjo është pjesë me rëndësi. Ala bejdinetin mi rabbi. Do thot, e kam një fe që më ka dhënë Zoti me argumente të qarta. E para dhe dyta, kuptimi dy që është shumë i rëndësishëm me kuptu, minhu rahmeten, është mëshirë për Zotit. Islami është mëshirë për njerëzimin. Andë jo rasisht Allahu i madhrishëm i tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ty o Muhammed kemi dërguar si mëshirë për njerëzimin. Kurani dhe Suneti janë mëshirë për njerëzimin. Jeta e njerëzve pa islam është jetë e dhunshme, jetë e tmerrshme, jetë e vuajtjes, jetë e ngarkesave psiqike, po edhe fizike. Andaj jeta pa islam është jeta e triut i cili e kalon kohën ose në alkohol, ose në drog, ose në komar, ose në gjëra tjera imorale dhe pavlefshme. Edhe fundi i tij, ja vetë vrasje, ja në burg, ja spital për smurt mendërisht. S'ka tjetër zgjidhje. Kurse ummeti islam, muslimanët e vërtet, pa marë parasysh mungesën e zhvillimit politik në shtetet e tyre, pa marë parasysh mungesën e zhvillimit ekonomik në shtetet e tyre, pa marë parasysh mungesën e zhvillimit urbanistik, ata përsëri janë të gëzuar, janë të kënaqur, janë të lumtur, edhe e ruajnë nderin e vet, e ruajnë moralin e vet, e ruajnë familjen e vet. Edhe janë populli më i lumtur në botë, edhe populli me më pak dukuri negative në botë, për gjithë popujve. Andaj rahmet. Për me, neve kemi zullum të madh prej politikës në botën islame, kemi mungesë zhvillimit ekonomik sepse nuk dahen në mënyrë të barabartë pasuritë që ka dhënë Zoti, mungon shkollimi kualitativ për shkak pushtetarëve të korruptuar. Mirë për përsëri, ata njerëz janë më të gëzuarit edhe më të lumturit në botë, krahasim me popujt tjerë. Sepse ai ka zhvillim ekonomik, ka infrastrukturë, ka drejtësi
do thotë deri dikon në shtetin e tyre, por përsëri është i palumtur, nuk është i gëzuar. Pse? Se i mungon rahmeti i Zotit, ajo është udhëzimi dhe feja e tij.